gruaja ime, shpirti im. Kur për herë të pare pa Zhuzanin, u emocionova shumë, e din. Zemra filloi të më rreh më shpejt. Një djalë i ri si Luan, me trup të gjatë dhe shumë i bukur. Djali i Gjihanit. Duhej të xhelozoj pasi ai ka një djalë aq të bukur dhe si Luan. Por nuk e xhelozova. Por me zor e mbajta veten pasi desha të përqafoj shumë fort atë. Në njëra anë u habita me veten se pse kaq shumë dëshirë kam të përqafoj djalin e Gjihanit. Nuk mund të jetë pasi ai ma heq mallin për nënën e tij. Pse atëherë? Atëherë duhet ta kisha kuptuar Dilara. Nga sytë të blu të Ozanit duhet ta kuptoja se është nga gjaku im, edhe shpirti im. Unë atëherë duhet ta kuptoja se ai është djali im i vetëm. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjesi. Ende mund të më thuash e dashur mua? Sigurisht se po, sigurisht. Sigurisht se do ta them. Ti je dashuria ime. Dashuria ime e vetme. Edhe pse ti nuk më beson mua, për mua lumturia më e madhe në jetë është të zgjohem në mëngjes pranë teje, ta shoh lumturinë në sytë tu. Të ta them e dashur ty, edhe pse ti ke fshehur një pjesë të shpirtit tim. A do të më tregosh çdo gjë nga fillimi? Pse e fshehe djalin? Pse e fshehe prej meje? Pse nuk më tregove atëherë se je shtatzan? A nuk e dije se ai është djali im? Sigurisht se e dija. Pse nuk më tregove atëherë? Ti pas shumë vite shkrove te ditari im, pastaj e grise dhe e hodhe atë pjesë të letrës. Dilara, nuk do të flasësh? A nuk do të flasësh, më thuaj? Duhet të flasim. Po, të flasim. Do të tregoj çdo gjë. Trego atëherë, lutem. Gjihani e din këtë. Jo. Ti e djali im, Ozan. Djali im. Jo i Gjihanit. Në Gjihan nuk ka një djalë si Luan. Ai nuk ka një djalë me sy blu. Këtë nuk e din. Por do ta kuptoj. Kur do vi koha, do ta kuptoj këtë.
Mirëmëngjesi. Mua më keni kërkuar. Eja, Selma. Dua të punësohesh në grupacionin e kompanisë Dark. Nuk e kuptova? Grupacioni i kompanive Dark. Dark është kompani e Gjihanit. Aty do të punësohesh. Me siguri bën shaka, Harun. Atë dukem që bëj shaka. E kuptova që nuk bën shaka. Por nga e nëzore që Gjihani të më pranoj në punë? Nuk do të pranoj. Ti veten do ta punësosh aty. Si? Harun, a mund të bësh pak më i arsyeshëm? Mendon që është e mundur? Kur fillova në punë pranë teje, Gjihani mu lajmërua edhe më përsëriti ofertën. Unë i thash që jam e lumtur në punën time. Dhe E di, Selma, e di këtë gjë, jam i sigurt që ka ndodhur. Gjihani nuk është ndalur së ndje, kur as Gjihani nuk është budalla e asun. atëherë, duhet të kuptosh që nuk mund të punësohem aty. Do t'i përdorësh aftësitë. Nuk e di se çka do të bësh, apo si do të ja bësh, por ti do të punësohesh aty. Pse e dëshiron këtë, Harun? Çka do të bëj nëse punësohem pranë Gjihanit? Ti punësohu s'pari, pastaj do ta shohim. E çka nëse nuk arri? Do e arrish. Ti nëse ke dëshirë mund të bësh shumë manevra të bukura. Ende po qëndron këtu. Shpirt, unë tani jam me Hazalin. Tani duhet të shkoj në vilë, kam pak punë. Të thres pastaj unë ty? Asu shiko, pa tjetër duhet të marrësh ndonjë tesht të Dilarës. Por të lutem, mos merr ti çka gabim se do të digjemi. Siguro plotësisht që është e Dilarës. Në rregull, Shpirt, do të thras unë ty. Mos u mërzit ti. Mirë? Po e mbyll tani. A dhe kjo vajzë vazhdimisht më lajmëron në telefon dhe mi tregon problemet e veta. Kush është? Gjanani, shoqja ime prej në kolegj. Te ajo qëndroj tani. Asu, ku po shkojmë? Pse po më çon atje, nuk e kuptoj. Shpirti im, të thash që me nënën tënde nuk i kemi raportet e mira. E mirë pra, pse nuk i keni raportet e mira, ata nuk mua thua. Isha në gjendje të keqe. Haruni më dërgoi para. Kur e kuptoj nëna jote, krisi kiameti. Kjo është situata pra. Ke kërkuar para prej Harunit, me të vërtet. Jo, Shpirt, a bëhet një gjë e tillë? Nuk ja kërkova unë. Kur i thash që më janë bllokuar kartelet kreditore, ai e kuptoi dhe më dërgoi para. Të më kishe kërkuar mua? Pse kërkon para prej Harunit? Ke të drejtë dashur, ke të drejtë, për ku ta di? Nuk më kujtua në atë moment. Si do që flëre më, kaloj. Ashtu pra. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, Sema. Mirë se ju gjeta. Mirëmëngjes, nën. Mirëmëngjesi, bi. Çka bën ti? Më kanë mbetur tesha, Dilara. Ti marr tesha dhe do të shkoj. Mos u bëj merak, nuk do të rri më shumë se 5 minuta. A nuk të thash ty që nuk dua të vish në këtë shtëpi? Nuk dua të afrosh më këtu. Mirë, nën. Vetëm ti merr teshat, lëre ti marr. Hazal, ti mos u përzi. Nuk ke ti marrish teshat. Ik prej këtu, unë do t'i dërgoj. Dilara, ti marr teshat, po them. Do t'i marr dhe do të shkoj, aq. Të thash që do t'i dërgoj unë, a mund të shkosh? Nën, të lutem, ka ardhur deri këtu? Lëri ti marr teshat. Bi, nuk je idenë se çfarë ka bërë Asumani. Për këtë arsye mos u përzi. Të lutem, Dilara. Çka u bë, u tërprove? Sigurisht që u tërprove pasi nuk mund t'i tregosh Hazalit, nuk mundesh. Mirë, nën, lëre 5 minuta ti marr. Të jap 5 minuta kohë. Nën, mos bëj kështu, të lutem. Edhe ajo ka ngelu pa para. Qëndron pranë një shoqes nga kolegji, mëkat. Hazal, Nën, më tregoj Asumani për çdo gjë. Mos bëj kështu, mos e zmadho kaq vetëm se ka marr para prej Harunit. Ka pasur nevojë, për ndryshe a do t'i merrte? a mendon se vetëm kjo është arsyeja, Bi? Çfarë është?
Nuk është vetëm kjo arsyeja, Hazal. Asumani është motra ime. Mirë po ka bashkëpunuar me Mahiden. Në, një minut, nuk e kuptova, mund ka trua koka. Kur ishim të Gjansu i vinin mesazhe pa ndërprerje në telefon. I mora i pash, të gjitha ishin prej Harunit. Nuk i kanë ardhur, Bi. Ashtu e ka bërë ajo, të duket. E kuptove? Ka marrë një numër në emër të Harunit. I ka dërguar porosit vetes prej Harunit dhe nga Haruni vetes. Si mund të merr numër në emër të Harunit? A nuk po më dëgjon, Hazal? Të them që ka bashkëpunuar me Mahiden. Kanë shkruar porosi në emër të Harunit. A nuk i kupton, Bi? A bëhet një gjë e tillë? Do shta ti e ke keq kuptuar. Ti mendon që unë e kam keq kuptuar? A vendos diçka unë pa qenë e sigurt? Por kjo është një gjë e frikshme. Po, me të vërtetë është shumë e frikshme. Për këtë arsye nuk dua që ti të takohesh me Asun, Hazal. A më kuptove, Bi? Nuk do të takohesh më. Asu, a mund të presësh pak? Çka u bë? Duhet të shkoj. Jo, Asu, ndalo. Çfarë ke bërë ti? Çfarë mendon se bën ti? Si mund të sillesh sikur ke lidhje me Harunin? I besove apo jo? Edhe ti i besove, Hazal. Edhe unë nga kjo friksohesha. Asu, mos gënje, të paktën mos më gënje. Nuk e kam bërë, Hazal. Nuk kam bërë një gjë të tillë. Nuk kam bërë. Nuk e ke bërë. Ke shkruar porosi në emër të Harunit në numrin tënd. Shiko, Hazal, unë rash grask në një lojë. Në rregull? Ato porosimi ka dërguar Haruni, më thiri diku. Pa dëshirën time më dërgoj shumë para. Por unë heshta. Është e vërtetë që i kam kthyer porosi pasi desha të kem dëshmi dhe t'i tregoj Dilarës çfarë njeriu është Haruni. Kjo është e gjitha. Kjo. Sikur të kisha treguar, sikur çdo gjë të kisha treguar që në fillim, por nuk tregova pasi nuk desha që ta prish foljen e motrës time. Edhe bashkëpunimin me Mahiden do ta mohosh? Edhe takimet e tua me Xhandanin? Hazal, Xhandani është mikja ime e vjetër. Sigurisht që do takoj me të. Çka ka të keqe këtu? Nuk mund të të besoj ty, Asuman. Nuk mund të të besoj. Mos ma bëni këtë gjë mua. Edhe unë kam krenari. Mos ma bëni këtë mua. Nën? Ajo më tha se Haruni ja ka dërguar ato porosi. Çka prisje të thot shpirt? Çka deshe të thot? Deshe të thot se unë bëj që mos ta shkatroj këtë familje? Çka deshe të thot? Interesant. Me çdo kush dëshiron që të punosh për mua. Pse? Nuk e di, nuk e kuptova. Tha ti fillon një herë, pastaj do ta shohim. Asnjëherë s'e kuptova se çka planifikon ky Haruni. Asnjëherë. E çka do të bëjmë atëherë? A do të më pranosh në punë? Sigurisht se jo, Selma. Nuk do të pranoj në punë. Selma nuk ka një huri për mua, po jo? Jo, ajo është fokusuar te Haruni. Me çdo kush dëshiron ta rrëzoj. Çka do të bëj me këtë çështjen e Xhihangir Penarit? Do të mundohesh ta thuash të vërtetën, Mitat. Njeriu është shumë i mençur. Do ta testoj sinqeritetin. Duhet të gjitha t'ja tregosh sakt datën e lindjes, edukimin, të gjitha. Me te është let drejtor, po çka ti them, pse kam lanë punën si haker? Ta arrestuan bir. U friksove shumë. Ndërkohë unë të t'i rregulloj dokumentet e arrestimit. Doja dërgosh gruas dhe mbaroj. Mirë? Mirë, Ide e mirë. bukur. Ashtu të ja bëjmë. Alfa lajmërohet. Me siguri ka të dhëna në lidhje me Mitatin. Ka hulumtuar rreth Mitatit. Çfarë ka ndodhur? Selma, trego? E kanë arrestuar pasi ka punuar si haker. Pastaj është frikuar dhe e ka lënë. Pse ka hyrë në këtë punë? Prindërit i kanë dëruar jetë në aksident trafiku. Babi vetë ka trashëguar shumë borxh. Për
Përshëndetje, unë jam Gjandan Soilu, kemi biseduar në telefon. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Ne duhet urgjent të bëjmë një krahasim të ADN-s, nëse ka mundësi. Patjetër, ti marri mostrat. Mirë. Këto fije floku i përkasin Dilara Ergovanit. Dilara Ergovan. Ma jep faculetën. Çfarë faculete? Çfarë faculete? Gjandan, çdo të thua çfarë faculete? A nuk ta dash ty faculetën ku të shtiu njeriu? Ty ta dash. Kjo? Gjandan, më plasën nga frika. Zotëri Ekremi, lajmërohet në kohë të duhur. Mostrën tjetër? Ja këtu. Ekrem Ajdën. Po. Nuk e pranon Harun. Pse ta pranoj? Thot nga ta di unë se nuk punon për Harunin. Kërkon dëshmi që nuk punoj me ty, më beso. Kam bërë gjithë shka që kisha në dorë. Më tha më sjell dokument. Selma, a e din se çka është kjo? Jo, nuk e di. Kjo është një gjë shumë e çuditshme. Nëse mbrin të Xhihani nuk ka ndonjë kuptim, s'ka shumë rëndësi. Mirë po, nëse i shkon policisë. Si ashtu? Do të thuash që mos ja jap policisë? Nëse mbrin në polici, unë do të kem shumë të lashe të mëdha që nuk mund t'i imagjinosh. Unë e zgjedh disi, e zgjedh. Por jeta jote ngatërohet shumë. E kuptove këtë gjë? Më thuaj e kuptove. E kuptova. Po, nëse përsëri nuk më pranon në punë? Atëherë Xhihani është budalla shumë i madh. Si e kam siguruar unë këtë? Edhe këtë do ta tregoj unë, Selma. Ti ishe grua mençur. Çka ndodhi kështu me ty? E kuptova. Kur nuk ishe ti, unë hyra në kompjuterin tënd. Të lumt. A që pa kujdes shumë je? Jo. Ti je mençur. Shumë i kupton punët me kompjuter. Xhihan, çka dëshiron të bëj ky njeri? Nuk e di. Nuk mundem ta kuptoj. Edhe Dilarën e mban në peng. Nuk mundem ta kuptoj Dilarën. Çfarë mund të ketë? Çfarë mund të ketë në dorë që të arrijë të friksoj një grua si Dilara? Erdham. Mirë se erdhe, Selma. Çfarë bë? Bisedove? Ja dokumenti. $73.500.000. Selma, a je vetëdijshme se çka ke sjell? Po? Mirë po më kërcënoj. Nëse ky dokument kalon në duart e policisë, unë vdes. Sigurisht se s'do bëjmë një gjë të tillë. Janë parat e Damirit. Ka bërë larjen në $73.500.000. Ai që kidnapoi Allazin? Po. Çka po bën ti? Do ja dërgoj Dilarës. A nuk e din Dilara që Haruni i bën këto punë? Dhe shto i ka thënë se i kalon. I ka thënë që jam larguar për këtyre punëve. Le ta shoh.
Urdhëro Dilara. Çka është ky dokument? Shije pra. Shije se çfarë punë të fllihura bën Haruni. Ja dokumenti. 73.500.000 dollar Dilara. Ka lar paratë e mafias Ballkanit. Gjihan, unë i di të gjitha këto. Po për nga i din ti këto? I di pasi që këto i bëri për ta shpëtuar Allazin. Dilara, të lutem mos e mashtro veten, të lutem. Gjihan, a më dëgjon të lutem. Të them që këto i bëri për ta shpëtuar djalin. Dilara, të lutem trego. Çfarë të bën ky njeri? Çfarë të ka bërë ky njeri? Me çfarë të frikson? Të mbanë në dorë, do të shmendem. Gjihan, të lutem mos bën kështu. Mos më bën presion. Dilara. Shiko Gjihan, Haruni mua më do, edhe djalin e do. Gjitha këto punët e fllihura i ka lënë. Ky kapitull ka mbaruar, e kuptove? Ky njeri bën shumë punë të fllihura. Je në rrezik, edhe Allazi është në rrezik. Gjihan. Të lutem dëgjoj. Është lehtë të ish në këtë punë, por e pamundur të dalësh, Dilara. Nuk janë punë të lehta këto. Nuk mund të dalësh kur dëshiron ti. Në rregull, mund të ketë thënë që i ka lënë. Ndoshta të ka thënë ashtu ty. Ndoshta është duke i lënë, por ama ata njerëz nuk e lënë rehat, Dilara. Nëse përsëri e kina bojnë Allazin. Gjihan. Unë nuk dua ta prish folën time. Pavarësisht gjithave, unë e dua Harunin. A kjo është arsye e vërtet, Dilara? Po, kjo. Nuk të besoj ty. Për fat të keq nuk të besoj. Unë të njoh, Dilara, me ty kam kaluar 20 vite. Nuk të besoj. Më jep një arsye që të të besoj ty. Nuk e kuptoj. Se kuptoj. Ka diçka në këtë punë, Jellërëm. E dashur, a je në punë? Jo, në shtëpi jam, ende nuk kam dalë. A do të rish në shtëpi sot? Harun, unë t'u lajmërova të them diçka. Pak më parë bisedova me Gjihanin. Ma dërgoj dokumentin e parave që ke transferuar. Vaj. Nga e ka kuptuar ai? Nuk e di, nuk e pyeta. A të tha se ja. Ja çfarë njeriu është burri yt. Po. A do të më braktisësh mua? Ishe shumë i re, Harun. Ishim shumë të ri. Ishe e friksuar. Kishte shumë probleme. Ti nuk kishe para, as pes para. Babaj nuk e lejonte asesi këtë dhe nuk e lejoj. Në shtëpi u bën zënka të mëdha. Më tha që nuk do të më njohë si fëmijën e ti, kisha presion. Një periudhë mundova të rezistoj, pastaj më nuk munda, pasi dhe unë isha e re. Pastaj unë më vonë e kuptova që jam shtatzën. Kishim ngelur vonë. Pastaj unë nda me ty. Më pas u bëra shoqe me Gjihanin, me të... Shoqëria u rrit, pastaj u afruam. Ku ta di, u bëdi si dhe erdhëm deri këtu. Kështu ndodhi, Harun. Erdhëm deri këtu. Dhe unë mbeta i privuar nga djali im. 22 vite. Unë kur do të mund ta përqafoj dhe ti them Ozanit djali im, Dilara? Kur do ta kem pranë meje? A nuk do ta kuptoj Allazi që Ozanin e ka vëlla të vërtet? Ma dha dokumentin për cilën Dilara veç se kishte një uri. Unë e mora dhe e shfrytëzova. Çka pastaj? Kështu që tani besoj që Selma e ka siguruar këtë dokument. Parasyshje të Harunit. Jam i sigurt për këtë. Çka do të ndodh tani? Çfarë ndodh? Do e punsojmë Selmën. Sa do ta kem rrogën? Sa merr atje? Sa merrje? $30,000. Le të jetë 35.000. Është në rregull? 35.000. Edhe unë po të shkoj t'i them Harunit më punso, para e mirë për besë. Zoti ju dhash të bereqet. Ti harxhosh me shëndet.